Përshëndetje zonja dhe zotrinj, ky është edicioni qendror këtu në ekranin e kanalit 7, ndër të tjera do të ndiqni. Kryeministri Rama hedh poshtë akuzat e deputetit britanik Nigel Farage për kriminalitetin shqiptar në Angli, e sfidon me shifra dhe e fton në Tiranë. Pasuri me vlerë 12 milion euro sekuestrojnë nga SPAK në Durrës, apartamente, dyqane dhe lokale në pronësi të një grupi kriminal të trafikut të drogës. Qeveria shpall programin e ri për strehimin social, mbi 1000 familje nga shtresat e nevojë do të përfitojnë rikonstruksion të plotë të banesës. Shfaqet në Shkodër dokumentari Zyliha Miloti, aktoria e 1000 roleve, kolegët vlerësojnë kontributin e mjeshtres së madhe të humorit. Do të vjojmë më gjërësish me lajmet. Akuzat e deputetit britanik Nigel Farage për kriminalitetin shqiptar në Angli janë hedhur poshtë nga kryeministri Rama. Në një reagim në rrjetet sociale, Rama e sfidon për të ballafaquar shifrat që sipas tij nuk janë të vërteta. Kryeministri ndërkohë e fton deputetin britanik që të vinë në Tiranë për të prekur nga afër mikpritjen shqiptare. Kryeministri Rama është përplasur sot në rrjetet sociale me një prej politikanëve britanik, Nigel Farage, për shqiptarët të cilët kanë emigruar në Britaninë e Madhe. Kryetari i Partisë Reforma, Nigel Farage, i cili përket të djathtës ekstreme, deklaroi se në çdo 50 shqiptarë që jetojnë në Britani, një prej tyre ndodhet në burg, duke kërkuar kryeministrit Rama të marrë mbrapsht të gjithë shqiptarët. Por shefi i qeverisë, Rama, në një postim në rrjetin social X, hodhi poshtë të gjitha këto shifra si të pavërteta, duke vënë në dukje se shkalla e kriminalitetit mes shqiptarëve është edhe më e ulët se mes anglezëve vetë. E po, zoti Farage, më lejoni t'ju përgjigje me diçka që s'është aq e zakonshme në stilin tuaj, shifra reale. Pretendimi juaj se 1 në 50 shqiptarë në Britani është në burg nuk është fakt, është absurd, një klasik i manualit post-Brexit. Nëse tingëllon frikshëm, atëherë duhet të jetë e vërtet. Por kur shikohen të dhënat reale është një befasi. Edhe nëse do të supozonim se çdo shqiptar që ndodhet në burg është realisht fajtor, ndonse shumë janë aty për shkak të një sistemi vizash të padrejtë të vjetëruar, shkalla e kriminalitetit mes shqiptarëve në Mbretërinë e Bashkuar nuk do të ishte më e lartë se ajo e popullsisë britanike. Madje ka shumë gjasa të jetë më e ulët. Kryeministri Rama ftoi deputetin britanik të ballafaqojnë shifrat dhe faktet për të kuptuar të vërtetën për shqiptarët. Ti sjellim të dyja faktet në tavolinë. Nëse pretendimi juaj 1 në 50 deli sakt, angazhojmë publikisht t'i marrë të gjitha mbrapsht. Jo për show, por zotojmë publikisht. Por nëse del që shifra juaj është thjesht karburant për tabloide, atëherë s'ka nevojë për ndjes, s'ka nevojë për drama. Madje, në vend të kësaj, do të merrni një ftesë për të ardhur në Shqipëri, si i ftuar nderi. Kryeministri Rama ftoi politikanin britanik të njohë Shqipërinë e shqiptarë duke vizituar Tiranën. Do të merrni diell të vërtet, mikpritje të vërtet dhe fakte edhe më të vërteta për Shqipërinë dhe shqiptarët. Dhe gjithçka që do t'ju kërkojnë në këmbim është vetëm një zotim i vogël, i thjesht, që herën tjetër, kur dikush të përgojojë shqiptarët, t'jeni ju i pari që t'i thoni të ndalet. Sulmet e deputetit britanik Nigel Farage kundër shqiptarëve, kryeministrit Rama erdhën pas intervistës së liderit mazhorancës Rama për The Guardian. Në këtë intervistë, kryeministri Rama ndërsa shpjegonte se kishte refuzuar propozimin për të marrë emigrant nga Britania, vinte në dukje se Anglia pas Brexit është ndëruar në një vend të errët. Pasuri me vlerë 12 milion euro në qytetin e Durrësit janë sekuestruar nga ana e SPAK. Bëhet fjalë për apartamente, dyqane dhe lokale në pronësi të 3 personave të dyshuar për trafik droge të lëndëve narkotike. Operacioni ndërkombëtar Ura shënoi një tjetër hap. Këtë radhë me sekuestrimin e pasurive me vlerë rreth 12 milion euro që i përkisnin 3 personave të përfshirë në një grup kriminal të trafikut ndërkombëtar të drogës në Durrës. SPAK bëri të ditur se në total janë bllokuar 21 pasuri të paluajtshme, mes tyre dyqane, truall, ndërtesa, njësi shërbimi, bodrume dhe apartamente që ndodhen në qytetin bregdetar. Pasurit besohet se i përkasin Elvis Doçit, i njohur ndryshe si Visi i Pojës, Eugene Draxhit dhe Ervin Zeqirit, të cilët dyshohet se i kanë përfituar nga aktiviteti kriminal i trafikut të lëndëve narkotike. Elvis Doçi ndodhet ende në Arrati, ndërsa pasurit janë të regjistruara në emër të tij, familjarëve apo personave të lidhur me ta. Grupi kriminal trafikonte kokainë nga Ekuadori dhe kanabis nga Shqipëria drejt Italisë. Operacioni Ura u finalizua në maj të këtij viti si një goditje e përbashkët e SPAK dhe autoriteteve italiane në bashkëpunim me Eurojust dhe Drejtorinë Antimafias në Bari.
Një incident i rëndë shënuar këtë të shtunë në mesditë në aksin rrugor Lezhë-Milot. Një efektiv policie ka qelluar në drejtim të automjetit të një të riu pasi ai nuk ishte bindur urdhrit për të ndaluar. Ngjarja ka ndodhur gjatë një kontrolli rutin pasi shoferi po bënte manovra të rrezikshme në rrugë. Ai është urdhëruar të shkonte në komisariat, por nuk ka pranuar duke rrezikuar jetën e një polici. Ky i fundit në kushtet e vetëmbrojtjes qelloi me pistolet në gomën e automjetit. Ndërkohë efektivët kanë arrestuar drejtuesin e makinës si edhe një person që ndodhej me të si pasagjer. Njëzet persona mes të cilëve drejtues të Universitetit Bujqësor, pedagog dhe biznesmen janë marrë të pandehur nga SPAK. Prokuroria mbylli hetimet ndaj tyre për abuzime me tendera dhe shpërdorimet e tyre. SPAK ka përfunduar hetimet duke marrë të pandehur 28 persona, mes tyre pedagog, antar të stafit akademik të Universitetit Bujqësor, si dhe biznesmen. Ata akuzohen për shkelje të ligjit në procedurat e prokurimeve publike në këtë universitet. Ndaj të pandehurve rëndojnë akuzat për shkelje të barazisë në tendera dhe shpërdorim detyre, në lidhje me disa kontrata publike të lidhura nga universiteti, që dyshohet se janë manipuluar për të favorizuar subjekte të caktuara. Dosja, sipas SPAK, pritet i kalojë së shpejti gjykatës së posaçme për gjykim. Dy zëvendës rektore të UBT, Romina Koto dhe Ilir Kapaj, si dhe administratori Edmond Tërthoria, u vënë në përgjim nga SPAK. Organi i posaçëm i akuzës arriti në konkluzionin se ata kishin bashkëpunuar për të paracaktuar fituesit e tenderave. Bëhet fjalë në total për 9 tendera me vlerën 90 milion lek, procedura prokurimit të zhvilluara në vitin 2022. Në këto kushte, ata dyshohet se kanë kryer veprën penale të shkeljes së barazisë në tendera. Nga kjo skem, besohet se kanë përfituar në shkelje të ligjit 3 shoqëri, ndërsa zyrtarët sipas SPAK kanë fryrë faturat për shërbimet të universitetit, ku përfshihen ndërtime laboratorësh. Në total janë lëshuar 24 flet arreste, ku për 5 prej tyre është vendosur masa arrest në burg, 10 arrest shtëpie dhe 9 të tjerë detyrim paraqitje. Një operacion policor antikanabis i koduar me emrin Koordinata është zhvilluar në qarkun e Lezhës. Gjatë kontrolleve në njësinë administrative Zejmen u zbulua një parcel me 150 bimë të llojit kanabisativa. Bimët u asgjësuan me djegje, ndërsa një pjesë u sekuestrua si provë materiale. Në vend ngjarje u arrestua 45 vjeçari Zef Kola, i cili po kujdesej për kanabisin. Operacioni ndërkohë po vijon në zona të tjera, kryesisht malore, duke kontrolluar territorin edhe me dron. Programi i ri për të pastrehët synon të vinë në ndihmë atyre familjeve që kanë një banesë por në gjendje shumë të keqe. Me një fond prej 1 miliard lekësh, qeveria synon të bëjë rikonstruksionin e tyre të plot. Përfitues janë persona nga shtresat në nevojë. 1253 familje në 35 bashki të vendit do të përfitojnë një rikonstruksion të plot të banesës së tyre si pjesë e programit për strehimin. Ministria e Ekonomisë ka publikuar emrat e përfituesve, të cilët janë miratuar me vendim të këshillave bashkiak. Bëhet fjalë për familje që trajtohen me ndihmë ekonomike, pagesë invaliditeti, familje që janë pjesë e komunitetit rom, emigrant të kthyer apo dhe nëna kryefamiljare që kanë probleme teknike me banesën dhe kanë pamundësi ekonomike për përmirësimin e tyre. Thirrja ka konsistuar në dhjetor të vitit 2024 deri në janar ka qenë e hapur të vitit 2025. Dhe që të gjitha familjet që i nënshtrojnë janë familje që kanë një banesë, por e kanë me probleme teknike ndërtimore për të cilat tashmë do të përfshihen në restaurim të tyre. Ky program, i cili aplikohet për herë të parë, vjen paralelisht me atë të ndërtimit të banesave sociale për të pastrehët. Fillimisht, ky program do të zgjasë 2 vite. Emrat janë të miratuar me vendim Këshillit Bashkiak përpara se të vinë në ministri dhe pa dyshim që zbatimi i projektit fillon në muajin korrik gusht, kur fillon dhe procedura e tenderimit që ne ti kemi alokuar fondet bashkive, fillon procedura e tenderimit, një periudhë e caktuar dhe menjëherë fillon zbatimi i saj. Ky vit dhe vitin e ardhshëm do të jenë 2 vitet të cilat këto familje do të kenë përfunduar restaurimin e banesave. Për vitin 2026 do rihapet sërish thirrja për të gjithë bashkitë e vendit për projektin që do vi. Nisma e qeverisë ka si qëllim përmirësimin e kushteve të jetesës për shtresat në nevojë. Fondet që do të akordohen për këtë nisëm kapin shifrën e 1 miliard lekëve. Drejtori i përgjithshëm i policisë Ilir Proda ishte në Sarandë ku premtoi se këtë sezon parametrat e sigurisë do të jenë më të larta. Ai tha se plazhet dhe zonat e mbipopulluara do të jenë në monitorim të vazhdueshëm.
Policia ka prezantuar masat e marra për mbarvajtjen e sezonit turistik. Nga Saranda, ku prezantoi këto masa, Ilir Proda, kreu i policisë së shtetit, deklaroi se siguria nuk do të negociohet. Uniformat blu do të kenë një vëmendje më të shtuar mbi hapësirat publike dhe jo vetëm në plazhe. Ne duhet garantojmë që plazhet tona të jenë të lira. Askush nuk ka të drejtën të abuzojë me to. Ajo është një pasuri që na e ka falur Zoti dhe qytetarët dhe turistët kanë gjithë të drejtën e tyre për ta shfrytzuar sipas dëshirës. Asnjë tejkalim i lejeve që ka dhënë Agjencia e Bregdetit nuk do të tolerohet. Fokusi do të jetë edhe tek mjetet lundruese, të cilat do të jenë në kontroll për dokumentacion dhe për masat e sigurisë, ndërkohë që kreu i policisë kërkoi dhe respektimin e orarit për ndotjen akustike. Nuk do të tolerojmë asnjë lloj shkelje në këtë drejtim. Në veçanti jet skit për pjesën e perimetrit sigurisë, por edhe kontrollin e gjithë mjeteve lundruese për respektimin e kapaciteteve konstruktive, për dokumentacionin dhe padyshim për pajisjen e tyre me element të sigurisë së pushuzve. Muajt korrik gusht përbëjnë dhe periudhën me numrin më të lartë të turistëve që hynë në vendin tonë, ndaj dhe angazhimi i strukturave vendore dhe jo vetëm është i rëndësishëm në ofrimin e shërbimeve ndaj qytetarëve. Zyliha Miloti, aktoria e një miroleve, është titulluar dokumentari kushtuar mjeshtres së madhe të humorit shkodran. Miq dhe kolegë të saj vlerësuan kontributin që ka dhënë në skenë e teatrit si dhe në kinematografi. Në qytetin e saj të lindjes, aty ku hodhi hapat e parë të karrierës dhe arriti kulmin e saj, u shfaq premier dokumentari Zyliha Miloti, aktoria e 1000 roleve. Një vepër artistike që i kushtohet një prej figurave më të dashura të humorit shqiptar dhe teatrit shkodran. Ky dokumentar, i realizuar me regji të Arjan Çuliçit, rrëfen jetën dhe karrierën e jashtëzakonshme të Zyliha Milotit, aktores që për dekada me radhë i dha shpirt humorit, dramës dhe satirës shqiptare. Krah miqve, kolegëve dhe publikut shkodran, premierën e ndoqi edhe vetë aktoria e madhe. Jeni qenë edhe jeni përsëri, frymëzimi jo. Jeni shpirti jo, jeni zemra jo. Ju falenderoj shumë. Ata që ndanë një jetë skenën me të, por edhe miqësinë, vlerëson aktoren që bëri revolucion me rolet e saj në teatr dhe film. Një jetë tonë kam punu me dhe, një jetë tonë. Është aktore e madhe humorit. Kam pas fatin që kam pas partnere mi 35 vjetë. Të bësh dokumentar për Zyliha Milotin, një aktore për masat të mëdha, është neri madh për mu, por është edhe një detyrim dhe një përgjegjësi e madhe. Do thoshe përgjegjësi e madhe sepse ajo është për dhënë dimensionet e saj është jo e lehtë. Është kënaqësi që jemi sot në Shkodër në një event tepër të rëndësishëm për një aktore të shkëlqyer që ka lënë